Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites, ku këtë pasdite sot do ta ndajmë me një tjetër personalitet. Është libri i parë me poezi titulluar Kur Gonxha Qeli, i autores së re Merita Emrullahi, e cila përveç që merret me poezi, po studion mjeksi dhe njëkohësisht luan edhe në instrumentin e flautës. Nder dhe kënaqësi që për të folur për librin e saj të parë dhe njëkohësisht edhe për veprimtarinë e saj të deritanishme në studio me Merita Emrullahi. Përshëndetje Merita, mirë se na erdhe. Përshëndetje Ariana, mirë se ju gjeta, ju faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë, kënaqësi shumë e madhe që sot jemi ne. Fillimisht unë të përgëzoj për librin. E di që ke pasur shumë lëvdata, kritika pozitive edhe nga shoqëria, por meritat të përgëzoj që arritet ta realizosh librin tënd të parë. Më thuaj fillimisht se cili ka qenë qëllimi apo çfarë përfaqëson ky libër për ty? Ky libër për mua përfaqëson guximin për të qelur, si simbolik edhe vetë titullit Kur Gonxha Qeli, megjithse më thonë është një poezi dedikuese brenda, është domethënë guximi për të qelur, për të sfiduar veten edhe në këtë rast domethënë që arrita deri tek publikimi apo shpalosja e përmbledhjes krejt. Sa kohë është dashur për të arritur deri tek botimi i këtij libri? Je marrë shumë me shkrimet, me poezi? Po një marrë domethënë që nga shkolla fillore, ta quaj si talent apo pasion. Mandej në shkollë të mesme fillimet e para, 2 vitet e para ishin për kushtimi tek mësimet vetëm, domethënë shkollën e mesme medicinale. Mandej ka fundi i vitit 2, e tutje, domethënë deri ka fundi i vitit 4, arrita që të krijoj një përmbledhje më të gjerë, edhe arrita domethënë deri tek botimi. Kur Gonxha Qeli, një titull sa them kurios me një farë forme, po aq edhe shumë i bukur. Mua personalisht mund të them që ka qenë një ndër librat e parë që ka pasur një titull kaq të bukur. Këtë përshtypje e kam. Megjithatë kjo gonxha për ty ka qenë e kuqe e zjarrt apo një gonxhe e çiltër? Çfarë përfaqëson? E bardhë e çiltër, pastërtin përfaqëson, do të quaj ashtu. Sepse është edhe emri Novk që më kanë thirrë si e vogël, edhe doja domethënë që ta bëj si simbolik të librit. Po. Megjithatë ti bëre edhe promovimin e këtij libri ku patë shumë personalitete të ftuar dhe nga shoqëria jote sigurisht ishte një mbrëmje shumë e bukur. Mund na flasish pak për promovimin e librit? Po, domethënë ajo ka qenë një mbrëmje e paharrueshme për mua. Do doja që të përmend domethënë kontribuesit në librin tim. Ka qenë, domethënë, profesor Magjer Haruni, i cili gjithmonë domethënë më ka shtyr që të merrem me poezi, që kur u bëra antare shoqatës së shkrimtarëve ONU në Tetov. Edhe synimi domethënë ishte që unë të krijoj një përmbledhje, Merita më thonte vazhdo shkruaj, që ta arrim të realizojmë domethënë një botim të librit. Edhe ai domethënë siç e thash ka qenë shtytësim shumë i madh. Ka qenë redaktor, korektor edhe radhitës i librit tim. Mandej kryetaria e shoqatës së shkrimtarëve ONU zonja Sadia Aliti, ajo ka qenë lektore dhe recenzente e librit. Merita Isaki, edhe ajo është më thonë autore, ka qenë recenzentja tjetër e librit tim. Azralia ka qenë moderatorja e promovimit e librit tim. Emira Ibishin më thonë ka lexuar biografin, mandej kam pasur më thonë shoqe që kanë lexuar ndonjë poezi time në ditë, që kam mbajtur fjalim, më thonë për mua se si e kam parë krejt rrugtimin tim letrar. Po ashtu më thonë edhe prindi im pat një fjalim se si më ka pa më thonë gjatë këtij rrugtimi. Kanë marrë pjesë familjar, rrethimi ngushtë, profesor, autor, përfaqësues më thonë të komunës, edhe vërtet më thonë ishte një mbrëmje e paharrueshme për mua. Krejt ato që ka ishin prezent i falenderoj përzemërsisht. A ishin këto pritshmëritë e tua nga promovimi apo nuk pritet që kaq shumë do të merr? Jehona. Sinqerisht prita se do del mirë, por krejt ajo energjia e mirë që u konsumua ditë, nuk e di, nuk mund ta përshkruaj me fjalë, nuk e kisha pritë edhe aq madhështore. Në shkollën e mesme të mjekësisë, në amfiteatrin e shkollës së mjekësisë bëre promovimin. Po, e falenderoj edhe drejtoreshën, zonjën Malcore Ramadani, që ma mundsoi domethënë ta realizoj aty. Meqense krejt domethënë shkrimet e para, ato përmbledhjet kanë qenë aty, edhe doja që atë vend, domethënë ai vend të ngel si një kujtim për librin tim të parë.
që se ka qenë dhe shkolla ku ti ke mësuar gjatë shkollës së mesme dhe pastaj ke vazhduar të studiosh mjeksi, por atë dashurinë për mjekësinë sigurisht shkolla e mesme e mjekësisë ta ka dhuruar dhe ka bërë një gest për mendimin tim mjaft të bukur, mjaft fisnik që këtë promovim e ke bërë në shkollë ku ke mësuar dhe falënderime dhe atyre të cilët ta kanë mundsuar një gjë të tillë. Në fakt të flasim edhe pak për librin dhe për poezitë. Këto poezi çfarë tematike kanë në vete apo më thënë ndryshe kanë mesazhe personale ose përjetimet tua pra brenda librit? Libri më thonë përfshin tematika të ndryshme, libri ka më thonë tema sociale, tema të dashurisë, ka poezi dedikuese, për shembull ato të familjarëve, shoqërisë. Ka edhe tema që nuk më përkasin fare mua, që i kam bërë dhe më thonë në vetën e parë njëjës, që kur të lexoj, lexuesit ta marr afër zemrës, ndoshta që secili lexues që kur ta lexoj librin ta gjej veten në ndonjë varg, në ndonjë poezi. Po më gjithatë, si është të pritur libri nga ana e lexuesve, nga rrethi yt, ke pasur kritika ndoshta pozitive apo përgëzime për këtë punë të madhe që ke bërë? Po, kritika do me thonë i marrë gjithmonë si përmirësime, do me thonë, edhe do me thonë poezi që ka i kam shkruajtur në libër, i kam postuar tek faqja ime e poezisë, Melankoli Eufoni, që do me thonë bukur tingëllim melankolik, ato e kam hapur ka viti 4, edhe aty postoja ndonjë kështu, edhe ato komentet e mira që merja, më motivonin që shkruaj ende, që të postoj ende të reja, edhe tashmë si e kam bërë publike, edhe librin do me thonë si e kam botu, se nuk doja do me thonë të postoj krejt poezit ende pa me botu librin, që kur ta lexojnë librin, me thonë të kenë edhe një kënd vështrim të vetin, më i kenë si kur të lexuara më parë, t'ju vi më surprizuese. Edhe kështu do me thonë, kritikat do thoja më kanë rritur, edhe fjalët e mira më kanë motivuar që të vazhdoj të shkruaj më tutje. Pra këto shkrimet e tua, po që i ke pasur edhe më herët, i publikon, apo jo? Po, i publikoj tek faqja ime. Edhe shfrytëzoj rastin të them, gjithë ato cilët janë të interesuar, do me thonë, për të marrë librin, mund që të më kontaktojnë. Po, pikërisht këtu kisha edhe pyetje në radhës, sepse poezitë ishin shumë të bukura dhe nga vetë titulli apo emri i këtij libri Kur Gonxha Qeli na motivon që të shohim apo na jep atë kuriozitetin që të shohim se çfarë në fakt poezish ka shkruar Merita në këtë libër dhe ku mund ta gjejnë. Pikërisht këtu e kisha pyetje në radhës, por që Merita e theksoi vetë që mund ta kontaktojnë ata të cilët dëshirojnë që këtë libër ta kenë në duart e tyre. Ky është libri i parë, mirë po unë besoj që nuk do të ndalosh këtu. Do të presim të ndonjë libër tjetër në të ardhmen? Si që kam përmendur edhe në intervistat e tjera, fokusimi im tash do jetë vetëm në fakultet, më thonë, sepse janë viti parë në fakultetin e mjekësisë së përgjithshme, edhe kërkon vërtet një përkushtim maksimal, edhe të merresh edhe me libër, edhe me ato vëllimet e bollshme, më thonë, të lëndëve mjekësore, sidomos ato bazike që janë më të rënda. Do e bëj një pauzë themi në këtë aspekt, por që nëse do më vi mua inspirimi, nuk do të thotë që do e evitoj, më thonë do vazhdoj që të shkruaj, por për të krijuar një përmbledhje tjetër, varësisht nga ajo çka do shkruaj, ndoshta mund të shkruaj ndonjë prozë apo roman, këtë nuk e di as vetë unë, ndoshta do e lë edhe surprizuese, më thonë për publikun, në vitet në vazhdim, ndoshta botoj edhe libër tjetër. Po, sigurisht që këtë hofë që ke marrë, jam shumë e sigurt që nuk do të ndalesh, megjithatë edhe pse mjekësia është, le të themi, e rëndë për të studiuar si drejtim, provimet e mjekësisë japin atë stresin e vet, mirë po në anën tjetër ke antistresuese poezinë edhe flautën. Kështu që e ke veten me fat në këtë drejtim që ke mundësi edhe si antistres të kesh për këtë stresin e provimeve. Këto pasionet dytësore, të cilët i ke, për cilët sigurisht që pastaj edhe do të flasim. Nëse Merita do ta takojë ndonjë qytetar ose atë ka rastisur të takosh në një qytetar dhe të thotë që këtë poezi sikur ta kishe shkruar për mua. Ka pasur, por që i kam lënë dhe me thonë surprizuese. Gjithmonë ato autorët janë hajdut e emocioneve. Mund të ketë për shembull ndonjë poezi melankolike, dhimbjen në sytë e tjetrit, ta ke marrun, edhe e kam, me thonë, transformuar në poezi. Edhe kam bërë në vetën e parë njëjës, jo që ka qenë personale, por nga lexuesit kur të lexohet, ta gjej, për shembull, personin në fjalë. Po, do të thënë ke pasur edhe raste të tilla. Megjithatë, do flasim sigurisht edhe për sukseset e tua që i ke arritur deri në këtë moshë, por nëse do të takoje Meritën e fëmijërisë, le të themi, atë vajzën e vogël që luante në flaut, apo në shkollë të muzikës, që ndoshta atëherë nuk e dinte që do të vijë një ditë dhe do të botoj librin e saj të parë. Çfarë do i thoje?
Unë do me thonë jam person që nuk e shoh, me thonë e cilësoj veten shumë modeste dhe të thjesht, edhe asë njëherë do me thonë nuk e mbivlerësoj veten, gjithmonë them kokën lartë me këmbë në tokë, edhe ndoshta është e para herë që po e citoj, me thonë në këtë intervistë, që do i thoja e vogël kur ishtem, mos ndalet, vazhdoj të punoj dhe një ditë do gëzohet për krejt këto arritje që ka arrit. Krenare me merita. Sigurisht, është shumë e rëndësishme. Unë jam shumë e sigurt që do të kesh edhe shumë libra të tjerë, edhe botimet e tjera dhe njëkohësisht do të kesh sukses edhe në profesionin tënd, të cilin në fakt e ke zgjedhur dhe është pikërisht mjekësia. Pse vendose që të studiosh mjekësi? Domethënë përveç pjesës që merresh me shkrime, ke edhe një oratori të shkëlqyer, ndoshta të gjithë do të kishin menduar që do të studiosh për gazetari apo për gjuhë shqipe, për gjuhë dhe letërsi shqipe, pra albanologji ose ndonjë drejtim që ka të bëjë me të folurën publike. Megjithatë ti ke studiuar mjekësi, ke vazhduar të studiosh mjekësi. Pse ky drejtim? Me thonë që nga shkolla fillore isha në modyshje në mes të muzikës edhe medicinës. Edhe që nga momenti kur vendosa që të vazhdoj, me thonë, shkollën e mesme medicinale, e dija që synimi im, do me thonë, do ishte mjekësi. Destinacioni im ishte që të bëhem një mjekje, dhe shpresoj të realizoj. Edhe nuk e kam pasur pastaj problem kur arrita, me thonë, ka fundi vitit 4, që të zgjedh drejtimin që do më përfaqësoj mua si identitet në fakultet. Edhe shpresoj shumë, në me thonë, që të arrit të realizoj edhe këtë me sukses. Patjetër, sigurisht që po. Megjithatë, e përmendëm edhe pak më herët, tani fokusin do ta kesh tek studimet më shumë, megjithatë edhe letërsinë edhe muzikën nuk është se do t'i lash anës. Përveç drejtimit që ke zgjedhur për ta studiuar, përveç letërsisë që gjithashtu e ke bazike, gjithashtu edhe në flaut luan, pra ke një lidhje të veçantë edhe me muzikën. Si lindi në fakt kjo lidhja jote me muzikën? Fillimisht do me thonë si që kam përmendur edhe në intervistat e tjera, për flautin si instrument, nuk e kam ditur se ekziston fare, dhe kur kam shkuar në shkollë të muzikës të regjistrohem, kam shkuar për këto instrumentet më të njohura, që është do me thonë violina, pianoja, edhe më thanë që kjo ardhë me thonë me vones, ka instrumente tjera për moshën tënde, edhe kur mi treguan, vendosa që ta zgjedh me thonë flautin, se më thanë se është me thonë një instrument më femëror. Edhe pastaj kur shkova në shtëpi hulumtova rreth këtij instrumenti dhe pastaj kur nisa me thonë viti i parë në shkollë të fillore me thonë të muzikës, se ka qenë reciproke edhe shkolla A fillore edhe shkolla e muzikës. Ishin do me thonë disa periudha themi të lodhshme, se të merresh do me thonë me 100 aktivitete njëkohësisht, edhe arrita me thonë që të marrë pjesë në gara të ndryshme dhe këto kanë qenë si një farë lloj motivi që më kanë dhënë për ta vazhduar, për ta mbajtur me thonë si pasion flautën, edhe pse nuk e kam vazhduar themi si më profesionalisht ta quaj. Megjithatë edhe në promovimin e librit tënd në pjesën hyrëse luaje me flaut, edhe në disa emisionet kam parë gjithashtu, pra është art në fakt, është e lidhur sigurisht me letërsinë. Pasion që nuk do shuhet kurrë tek unë është e flauta. Do të flasim edhe pak për librin. Si lindi frymëzimi për vëllimin poetik kur Gonxha Çeli dhe çfarë rrugëtimi ka ndjekur ai botim? E kam fjalën për atë që atë ka ndodhur ndonjëherë gjatë shkrimeve për ta botuar këtë libër, të stresohesh edhe të thuash apo le të themi, por nuk e dorëzuar sigurisht, por megjithatë ke pasur ato ulje ngritjet e tua gjatë kohës kur i ke shkruar këto shkrime. Unë do me thonë jam gjithmonë kritikues, jam e madhe vetes, edhe fillimisht ka mendu ato gjykimet e njerëzve se si do me thonë do e gjykojnë përmbajtjen e këtij libri, megjithse arti është art, edhe nuk përkufizon do me thonë ndonjë dedikim për secilin. Edhe megjithatë do me thonë poezit cilat i kam dedikuar për familjarë dhe miq, ato dallohen edhe vetë. Pastaj poezitë e tjera nuk janë personale, janë do me thonë këndvështrimet e mia, pikpamjet e mia, se si do me thonë unë i kam parë njerëzit edhe i kam transformuar në poezi. Edhe krejt ky rrugtim do me thonë nuk ka pasur themi një përkufizim për këtë pjesë. Megjithatë, ky do të ishte edhe një mesazh, le të themi, apo porosi për të gjithë të rinjt të cilët shkruajnë shumë, por kanë atë kompleksin për t'i botuar. Pra çfarë do ju kishe thënë? Mos ndalen që të shkruajnë edhe mos analizojnë mendimet e tjerëve, fjalët e tjerëve, sepse nëse ne shohim do me thonë se çka mendojnë tjerët për ne nuk jetojmë për veten tonë, po jetojmë për tjerët. Edhe të fokusohen do me thonë vetëm tek vetja vet dhe çka është më e mira për ta.
Po, do me thënë dhe ti botojnë ato shkrime ose poezit të cilat i kanë shkruar, por që kanë frikë që ti botojnë nga publikimi i tyre dhe kompleksi i publikimit të tyre. Megjithatë, të flasim edhe pak për punën e flautës. A është flauta për ty antistresuese në disa raste si instrument? Po, me thënë në fillore, kur nuk e dija se i kisha aq pasion shkrimin, flauta ishte gjithmonë ajo streha ime ta quaj, ku edhe në momentet e gëzueshme, edhe në ato, themi, të mërzitshme ta quaj, apo stresuese, merja flautin edhe shkoja në dhomë vetë, ushtroja ndonjë këngë, kompozoja ndonjë këngë, pasi që i kisha mësuar notat, edhe kështu në një farë forme largoja atë brengën që më mundonte në shpirt. A tani, si që kam përmendur më thonë edhe në intervistat e tjera, nuk do e marr gjithmonë flautën me vete, ta nxjerr për si antistres. Kur do jem, do me thonë, e mbi ngarkuar qoftë edhe në mendime, gjithmonë me thonë i shpalos në shkrime. Po, megjithatë muzika apo thëmë më ndryshe flauta të ka ndikuar dhe ritmi i saj në ndjesinë e poezisë tënde apo jo? Patjetër që po, shumë. Me thonë, të dyja janë artë edhe ka një lidhshmëri shumë të fuqishme tek unë. Po. Përveç muzikës, letërsisë dhe mjekësisë, ndonjë pasion tjetër mund të zbulojmë tek Merita apo? Unë, do me thonë, jam, si që përmendë edhe më herët, antare e shoqatës së shkrimtarëve ONU, edhe aty e kam përfaqësu vetën, themi edhe si moderatore e programeve, të lexoja, do me thonë, ndonjë poezi kështu, edhe më pëlqen edhe gazetaria, do me thonë si profesion, ndoshta mos i kisha këto, do kisha ndjek edhe këtë rrugë, nuk e di. Pjesa oratorike, krejt këto, më thonë, tërheqin, se jo çdo kush, do me thonë, atë që ka e shkruan di që ta shpreh edhe me fjalë. Edhe ajo është e rëndësishme. Megjithatë, a ka ndonjë poezi që e ndjeni më afër vetes tuaj? Poezinë kryesore të librit Kurgonja Qeli, pasi që është, me thonë, edhe nofka ime që më kanë thirrur në fëmijëriat, do e quaja. Sigurisht që poezinë Kurgonja Qeli do e lexojmë për ta ditur, mirë, po megjithatë do të na lexosh edhe ndonjë poezi tjetër pastaj, për të parë edhe shikuesit nga afër poezitë e bukura që Merita ka aftësi për t'i shkruar. Megjithatë, përveç kësaj, Merita gjithmonë je dukur bukur edhe në promovime, edhe në emisione. Kujdesesh vetë për ty apo të ndihmon ndonjë sallon? Atëherë, në rastin e ditës së promovimit të librit tim, edhe ditës së sotshme në emision, është për kujdesur Studio Selva dhe shfrytëzoj rastin në më thonë ta falenderoj shumë. Edhe i ftoj gjithë ata që kanë dëshirë, do me thonë që të shkojnë tek ajo. Të lexojmë atë librin poezinë Kurgonja Qeli nga libri për ta parë edhe ne nga afër se çfarë poezie është edhe pastaj sigurisht do zgjedhim edhe ndonjë poezi tjetër përveç kësaj poezisë kryesore që e ndjen më afër vetes. Të themi sigurt që kishte shkruar vetes. Libri im do thoya është libri i parë që nuk e dia do arrin, më thonë ndonjëherë ta lexoj, pasi që e kam stërlexuar në kur e kam shkruar. Edhe tash do e gjej. Pashuri ndoshta tek përmbajtja në fund mund ta gjesh faqen që ta kesh më të lehtë për ta gjetur. Kurgonja Qeli. Ajo ka vdekur më birë, zemra ime mu shkrumbua hi. Vitet kalojnë, ajo nuk kthehet. Fotografia është ajo që më mbetet. Mos qenë se Zoti deshi ashtu, nuk ka faj as ajo që meritoi këtë fund. Kush e di dhe ne si do mbarojmë? Po ti nga unë një premtim do ta kesh të siguruar, që nëse Zoti më fal një vajzë mua, emrin e motrës do ta ketë të pagëzuar. Merita, identik do ta ketë vënduar. Nëna shikoi djalin me dëmshuri dhe u mbështet në krahët e tij. Vitet kaluan dhe djali u martua. Zoti dhuroi atij një vajzë. Gruaja e tij dëshironte emrin Gonxhe. Ai nuk mundi premtimin t'ia thoshte. Kur erdhi gruaja, të gjithë thërisnin një zërësh i me gëzim. Erdhi Merita, erdhi Merita. Gruaja e habitur, por e dinte historinë. U pajtua me këtë vendim premtues. E bonte të njëjtën edhe ajo për qiltërsisë. Emri Gonxhe i mbeti vogëlushes si nofk, edhe pse oficialisht nuk ju vendua dot. Kur u rit vajza më e madhe, ju tregua kjo histori. Asaj erdhi keq, nuk mund t'i ndante emrat, që të dy. Vendosi që të bëj një kujtim legjendar, emrin e dashur t'ia vendos librit saj të parë. Si autore, kur ta lexoj të ndjej krenari, kur në kopertinë të librit do të lexohet nga të gjithë, Kurgonja Qeli.
Çka fshihet nga kjo? Mos dojt ju ta gjeni? Shumë e bukur në fakt. Pasi që për zbuluar më shumë domethënë rreth meje, janë edhe përmbajtjet tjera, pastaj domethënë për këtë arsye kam bërë më kurioze për lexuesin. Domethënë kur Gonxha Qeli në fakt është kur Merita Qeli. Po. Nëse mund të thuhet ashtu. Po, saktësisht ashtu. Dhe njëkohësisht më thash që të shohim edhe një poezi tjetër të bukur, meqenëse kjo e para ishte jashtëzakonshme, shumë e bukur, të lumtë edhe për recitimin, edhe për mënyrën se si reciton. Prandaj unë u habita kur the që do të studiosh mjeksi, sepse i ke të gjitha elementet e nevojshme për të studiuar letërsi, por megjithatë, kudo që të jesh në çfarë do lloj drejtimi, do jesh e suksesshme. Faleminderit shumë. Atëherë po zgjedh një poezi tjetër, Në det. Aty ku gjej qetësinë e vërtet, aty ku zëri ndëgjohet lehtë, ku frimarja ka jetë e fjalët vijnë vet. Në det unë kuptoj veten edhe kur të tjerët refuzojnë. Ngushëllimin tim aty e kërkoj. Bërtas çaj e qesh, në rër unë me hamendje ec. Dielli po agon, një anije po lundron. Plak i vjetër atë po e drejton. Teksa ju afrua Bregdetit këtu vërdall, dallgë e madhe u shfaq furishëm, anë mban. Plaku ujë e lagu fuqishëm. Ai u ndal dhe bilbëzoi çuditshëm. Madhështia e Zotit, tha i gjori me lakmi. Duke kaluar kohën i raskapitur, gjeti veten të lebeditur. Në fund të udhëtimit të tij, nxori ca fjalë për mrekulli. Ti e deti im, por unë nuk mund të notoj, jo sepse nuk dua, po ashtu po e parafytyroj. Sa shumë e dua, aq sa nuk dua ta lëndoj, mjafton ta shikoj dhe bukur ta admiroj. Krijimet e Zotit janë të shenjta për mua, dhe në këto krijime unë humba të vetme ndjesi, që kalova vitet e mia në rini për të mi marrë në fund fatkeqësia. Nuk ka nevojë të pish gjithë ujin e detit derisa të zbulosh se është i kripur. Prandaj mos u mashtron nga e bukur, ai thoshte vetëm i zbinjshëm. Ajo që është e mirë, është e vështirë. Sa për të letën, gjithë e marrin ku venduar. Prandaj shi gjërat duke i qartësuar dhe jo duke vepruar pa menduar pasojat, sepse nuk jeton vetëm sot për të harxuar në një ditë. Nuk mund të shohësh të ardhmen nëse syt i ke të mbushur me lotet e së kaluarës. Andaj, merre varkën tënde zotruar e thuaj dhimbjes tënde, faleminderit që më ke shoqëruar. Do me thënë shumë e bukur, edhe kjo një mesazh, edhe kjo poezi ka një mesazh në vete, ashtu siç kishin të gjitha poezitë tua të cilat i ke shkruar në këtë libër. Merita, nëse ke ndonjë porosi për në fund apo për të falendëruar të gjithë ata që të gjithë këtij rrugtimi të kanë përkrahur, duke filluar me siguri nga familja. Patjetër që po, më thon shfryzoj rastin të falenderoj mamin, babin, familjarët e tjerë, rrethin tim të ngushtë, shoqërinë time, profesorët, autorët, edhe këto do të thonë e kam bërë të mundur për të më mbajtur atë motivin që e kam pas dhe për të vazhduar që të shkruaj poezi. Dhe sigurisht që do të shkruash jo vetëm poezi, por edhe ndoshta edhe roman, nuk i dihet në të ardhmen, në të ambicje që ke. Megjithatë, Merita, unë të falenderoj shumë që sot ke ndarë nga dita yte për të na shoqëruar bashkë në këtë pasdite, për të folur për librin tënd të bukur dhe për të uruar shumë suksese në të ardhmen. Unë falenderoj edhe një herë shumë që ishe pjesë e jona. Kënaqësia ishte imja, faleminderit juve. Nderuar shikues, ishte pra kjo pjesa me personalitetin e ditës për sot në studio, ndërkaq që vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.